Na punojnë DJ, ndarsma, po me muzikë. Vjen një grua din, s'di qysh rasti, tha djale, ase tash, valla, thash unë e duna me vetë burrin, thash njëherë. Tha qysh, a burri, tash kjo, tha je martume, thash kjo është burri, a i djale. Që kjo shkoll për shembull punon me një darsëm, unë me një darsëm, po jo. Kur vjen pyetje me rujt njëri tjetrin, masanejna tash, s'punoj mo me ta heq. Dhurata më dhe u kon shalli, e ka pas çmimin 700 frank. Shallin që më kanë qitë u kon ftaf, po shall. Edhe i ka thonë gëzofsh ose ajo familjarja. Mirë. Përshëndetje edhe për juve. Shumë qef për më marr. Faleminderit, shumë faleminderit. Si vëllai motor. Faleminderit, shumë respekt. Sa jeni bashkë? Jena 16 vite, i bojna si vjet. Hajde inshallah 100 vite bashkë. Faleminderit. A keni boll? Ka të shma. Tamam. Po pëlqen. Faleminderit. Sheni në këtu. Mirë. Jena njoftu, Kush një tjetër? jo, ky i pare, Atja? Po. Ti e njoftë? e pall, rastisht. Që thonë Po. breti, Edhe shkakon më interesant janë turm. Njerëzve kom njek për mbrapa që numrin edhe e ka mora po ashtu. Rrezikova visa, ha? Po sheni një korrezon çapo. Për pesë. Edhe parandaj numrin edhe gjithçka domthon deri atëherë jena domthon pe atësh deri tash jena perfekt. Po ja, kanë telefona tinë. Telefona. Po si e po, vam pëlqej. Autorizot, a? Po fill. Sa mirë se qytet kur Faleminderit, shumë faleminderit, shumë respekt. Kena dasht pa kushte, kena pas jetën pa kushte çdo sande, kena kriju bashk. Edhe që ku jena sot i kena 2 fëmijë. Mashallah. Faleminderit, punojmë bashk. A vazhdoni çfarë dashurinë si vite me parë, me pas. Po, gjithë. Deri sa desim. Çfarë do të jem? Faleminderit edhe juve. Po, am tregon kështu çka e bani dashuri sinqert pa kushte. Hajde tregon as ti bëni Që e man kus një njerëz që don pa interes. Një njerëz që të ofron dashuri edhe ti nuk ja kish përdorur dashurinë, është një sant që të man gjallë. Edhe aty ku jena na për momentin që jena asina do të vazhdojmë edhe deri atëherë edhe përse kem tash interes për bashkë, për shkakun që punojna bashkë. Nuk kam na prish kurrë ose dashurinë ose domthon lumturinë ose kush kafi. E kupton se jena çashtu edhe e kuptojmë një tjetrin, e nësoj si ta shikojmë për një herë e dim çka është në pyetje kur jena për shembull prezencë dikujna ose në shtëpi ose ku do të jena gjithmonë njëjtë. Çështë që jena të lumtur, çështë lumturinë ka bashkë kajt. Jo, tash. Po çana në mesën që duhet me pas një familje ose një çift për shembull, çu si jena na. Pse u shndrosu dashuria interes? Po shumë. Po tash ç'sh me thon, femnat është se tash pungojnë mas interesit. Po jeta nuk është veç interes, se jena dashuru pa kur gjo, po sot i kena krejt. Çdo sa duhesh me bo bashk. Është vërtet, jo si pe mbrojë diçka po është Po vërtet. duket më do vetë. Çdo sa duhesh mi kriju bashk, po se krijove bashk nuk i kur gjo. Ajo më mirë nuk është dashni. Ti me një njeri për shembull që e çon jetë ose me një njeri që je për natë me ta në një astak kryt, adhen, edhe ti e dënë për dashni, asë dashni nuk mundesh me pas. Nuk mundesh me pas asë mi kriju familja, asë fëmija, asë kur gjo. Po se po të dashnin pa kur gjo, e mi bo krejt bashk, ajo së është dashni, asë është familja, asë kur gjo. Po kështu, a bani note gjelozi se qifte. Unë jëmë konë gjelozë shumë, po, unë jëmë konë. Po tash Unë ju, jo për vetë. tash adhen, jëmë konë shumë gjelozë gjatë se kjo ka pas, që ashto punën që punoj ke adhen femna, po jo, tash e kena punën njëjtë edhe tash mu ka heq. Kum ban borxhit, a? Edhe tash e kum kuptu se çfarë është. Edhe mirë. Jo, është e vërtetë se dashnia më fort, edhe është sinqeriteti, edhe gjitha domthon lidhen kur ki xhelozi ka pak atin. Po duhet me pas edhe kufe edhe xhelozia. Jo veç hajt ekstreme u shkua, vetëm duhet me ditë, kallzova por tash me shfrytzu rastin kur je dikon prezant zikujna munal. Në shpe mundesh mi diskutu, po jo në prezencë për shembull të njerëzve të aty nëse bojnë gjithë lloj raste. A do të para rast këtë arsyetu krus më herët, kaluam. O, çu. Tash më arsyetu. Valla jam këtu ku mbokta. Ja, çfarë, un kom pas raste që për shembull kom dalë me shok. Na kanë ndodhur kena shkuar për zën, për shembull se na dim, për shembull jena në Xhaku, kena shkuar për zën,
Ka ndodhur për shembull si na vanua, din arsyeja shkruaj ke për shembull, din. Jo ku je, jo kështu ta din I thësha jam u vanum vlla, kolona për shembull, ndodha din tash më shok se capuna. Po kur vishim shpevur, din e shek si s'ka ku gjë, din ndryshim sikur si jam dal, e pranoj katër, dhe gjithçka ku kanë rregull, nuk im kon I shlim as kështu. Arsetim të kodë, kështu, arsetim të kodë. Ja. Edhe kështu si, din jo kon gjithçka mirë, deri tash ka shku Po mirë. tam punojna bashkë edhe s'kena Tash, pyetja çka punoni bashkë? na punojna DJ, ndarsma, po me muzikë. Ani gru DJ. Po. Allah di ko. Faleminderit. Po të gjoni grua DJ-ja. Faleminderit. Ja ka nis 2019. 2019, 2015 në vetën, mas ne kom pasi vetën, dyshysh edhe familjarët që nishin vetën s'lirë, kësaj në pse me lonë shpet, sa me po, asishe, mura me veti, Edhe bashkëtorë. 2 po, asanë Edhe edhe bëjmë jena. muzikë, edhe organizimin, I bën edhe organizimin e çiftit, për shembull, dëshirat muzikore, ose radhën kur kanë me vallëzu me familjet e vet, për shembull familjet Nusës, familjet Dhondrit, familje apo në çdo san, e asi edhe urimet I ka prezantimit ato sanët I bën çdo san edhe ka dojnë shumë familjarë se bën veten shumë shlirë, tash me mentalitet domethënë të Kosovës, Jena domethënë çfarë qenë, është asisht adin. më shkurt e përforim. Me burr bashkë, me një punë bashkë. Shoshë punë. e tonë më thojnë është shumë vështirë. Shtash bile para 2 ditë patëm një gazmen familjar, edhe ata për herë të parë na shohin edhe tash po vjen adin ai aty, adin tash në tavolinën tonë tha shkajeni, thash burrë gruaje na adin. Tha qysh tha adin, tha as për xhelozon tha ana I san tha adin, tha son tha s'kisha mujt tash po ja, ma burr thash ne kena kryej thash ato san tash mos s'kem puna tash që di 2000 bon 6 vjet gati. A vjen si është me mua kështu si kur s'ka ndodhur as me pas qore familjarën, kur I shkon jetë me familje dhe ai është me familje, s'ka më pas aty, a din më Na pas. e kena dhe djalin me vete. Ai është me topan, është 12. Jena kryq shtëpia po. Familje jena tash, kështu si a din. Po I turist pa të gjonë. Mirë se t'bje zote. Mirë se t'bje zote, DJ Zajni Gjakovi jena na, kështu si. Gjalluja. Po, domethënë a din si firmë. E pam që merre, kush keni nevojë. Po, tash. Ajo është shumë djalash, a din edhe mirë edhe shumë bedojnë. Bile çaq fort tash, a din kove të fundit, puna a din se u mirë me neve pa amor djalin, a din familjar. Tash vish vinë me ato. Ato respektojnë, më thon kthejnë apo I tha po na mur punën, na mur gjithë as më mirë kush më me neve, vish me ato. A din çash respekti po, normal. Ja, tash edhe pak edhe mas ne vazhdojnë fëmija. Kush po të jeni, hala ju vetë të rinë. Ja, po se kena njetë më plak. Ja, ka të zotë mirë. Jo. Çështo. Bash. Faleminderit. Ti s'na dërgove që shesh me punu me pasurtin ndan. Unë thash tonë thonë, është shumë vështirë, adin, po nuk është vështirë kur e ngjen njëri tjetrin. Unë thash edhe më herët. Për neve nuk është e vështirë asnjë gjë. A ka në moment si letëshëm dasma që u kanë. Po ndajherë që për shembull xhelozoj pse këshyrin këto se na I san, po jo me ragu diçka, adin. Ana më tha kush qyri, kush ke. Jo. Jo. Ai ka që ky shkoll për shembull punon me një darsëm, unë me një darsëm, po jo. Kur vjen pyetje me rujt njëri tjetrin masanej na tash, s'punoj më me ta hiç. Qa mor vesh me tashni. Jo. Ja. Unë thash, tonë thojnë, po jo, nuk është vështirë asnjë gjë. Me eksperiencë interesante dasma që u kanë ndodhur bashkë, si çifti punu DJ kështu se interesant do që ish vajni këtë me kuptu këto. Shka ko një herë, Hajde tregona diçka. o ko një herë, vjen një grua din, s'di qyshra rasti, tha djale, se tash, valla, thash, unë e duna me vetë burrin, thash një herë, tha qysh, a burri, tash kjo, tha, je martume, thash, kjo është burri, a I djale. A tani e morë vesh. Doshti me intervenu në fill, si kanë si ato, ta marr për djalë. Po një herë besim na mos. Ajo, ko shumë interesant, unë nalta veti një herë burra, dhe po kthejna ka këtë të kerë. Tha qysh, tash për ta veti burrin. Sa mirë që s'ki reagu. Ja. Ka për bajta për menaxhoj ka, koxa. Ja. Shumë mirë. Jo, për Do bes. të bakshish të shën. Nuk janë keq, se na jena DJ, nuk jena muzik live, sigur live, për shkak që ka ato vetat, po si do kudo kena hap rrethin e dini kena bon bukur John, kështu si apo din kena oferta shumë. Falënderas fityne se normal se na e kena bo veten edhe ata më na preferuan ne, por për shembull se kena bo diçka për ta, kena dhënë, jo veç mi unë shush aty edhe mi bon asgjë, atë te unë nuk ka ashtu, domethënë te unë është një fëmijë sa do I vogël, se është duke vallëzuar, unë jam në kom.
A din edhe për që është për shembull me asisë, duhet me respektin ja u tregon aty në familjarëve dhe ata e kanë të mund si është probleme të tjerë prapë edhe kështu si na thirrin shumë, kena oferta mirë, ka dish zoti, edhe mirë është ka vazhdojmë, mirë jena mirë sezonan. Por prefektu kon 2025, 2026 është gati në përfundim po në zonë gati, kështu si është shumë mirë. Pak me kurios. Sa dos më bote? Ti Tash. Sa kjet? Nikon ja 50 dhe 60 po i kena kryp. Po ta kallzojmë deri gjikon, jo krejt. Ari të mirë. Ta kallzoj ke 63 e përpjet. Perfekt. Për to në rast po ti shoh që të mira, ja. Po shumë. Faleminderit Zotit, çdo sa është perfekt. Telefon ai bakshishin më të madh që e kanë ndër. Djali. Djalit me to pan tash zakonisht më shumë po aty. Pa tash ja kanë lënë burr ndoshta kanë ndodhi 100 frank për shembull 100 euro. Maksimumi ja din kështu të asisë këta Jo shumë në krejt, deri në fond. Na po thojmë atë. Pavarësisht. Kështu kanë ndaj dhurat të madhe përveç parë më po. Po, kanë ndodhi, kanë dhënë, ja kanë prunë për shembull parfima i kanë prunë për shembull si gjona, din kësaj në fjala, si më thonë, din dhurat shumë lcina, apo din diçka familjar që e kanë pa, për shembull si kjo e ka respektuar, apo din në pra fond për shembull kanë ndodhur çokoladë, pare. Edhe domethënë gjatë dasmës ti je lirë me dasmorin edhe ai ndin veten, a din diçysh ta respektoj dhunës edhe neve ton ku na respektoj shembull kjo me mikrofon. Jo kështu ti ja din ja vjen që. Po, a vjen sa më po edhe a din. Ja, dhe dhurata më dhe u kon shalli e ka pas çmimin 700 frank. Shallin që më kanë qitur kon ftaf, po shall. Edhe i ka thonë gzafsh sa ajo familjarja. Edhe ka thonë më mëse herë, ka din se po të rresh shumë bukur edhe gzafsh. Halal ju kohë. Faleminderit. Unë u kënaqja me Juve intervjistën. Faleminderit shumë. Sheftar me na i dash sa marrë bashkë me shiu. Mirë se bie zoti. Elmat bukurosh. Po, pa kur problemi. Mirë se bie zoti, tash kena me 19 edhe një ashtu kena në një restorant. Kështu si mirë se bie zoti, duket e dilla i vjen. Po në kaloj jena aty. Edhe mirë se bie zoti, edhe aty mujna me bëj intervistë edhe me atë Kingin edhe me çdo sant, po, pa problem. U pjoroj shumë sukses Juve, edhe inshallah ju shton dasmat. Faleminderit, inshallah për Juve. Faleminderit shumë. Inshallah gjithë. Shumë faleminderit edhe Juve. Keni faqen më të madhe historitë jetës, kanë më ndjek me miliona njerëz. Faleminderit shumë. Shumë respekt.